procedurë. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që vjen këtu në këtë parlament dhe gënjen, si nuk e turp. Si nuk e turp kur përfshin të mitur në vijën e parë me pllaka guri në dorë. Si nuk e turp kur paguan adoleshentët për të ardhur në protestë. Si vjen këtu dhe gënjen dhe thua ajo ishte protestë paqësore. Por ti, doktor, je mësuar me gënjeshtrat, sepse ti mohove të afërmit e tu pasi vdiqën 26 persona në Gërdec. Ti ishe ai që i mohove. Sa më shumë që i sulmon shqiptarët, aq më shumë të njohin ata dhe aq më shumë do të groposin. Shumë shpejt janë në kilometrin e fundit zgjedhjet vendore që të tregojnë rezultatin si asnjëherë tjetër. Dhe sa pra të këndezi që ju dhimbset, 2% e asaj dhimbjes tu dhimbsësh ai kamionisti atje në Korçë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Elizoti.